Të gjithë e kemi dëgjuar shprehjen dy koka janë më mirë se një. Është një besim i rrënjosur thellë tek ne, ideja se grupet marrin vendime më të mira se sa individët. Po mirë, a është vërtet kështu? Sot do t'i futemi thellë shkencës që fshihet pas asaj që quhet urtësia e turmave dhe do të zbulojmë pse, shumë shpesh, ekipet tona dështojnë të jenë aq të zgjuara sa presim. Në rregull, le ta nisim me këtë. Imagjinoni pak sikur jeni në emisionin Kush do të bëret milioner. Jeni përballë një pyetje e vërtet të vështirë dhe keni dy mundësi ndihme. Ti telefononi një miku që është ekspert në atë fushë ose të pyesni publikun në studio, pra një grup njerëzish krejt të zakonshëm. Instinkti sigurisht do të thoshte të zgjidhnim ekspertin, apo jo, po të dhënat çfarë tregojnë. Po, përgjigja është goxha befasuese. Gjatë viteve të para të emisionit, autori James Surowiecki zbuloi se kur konkurrentët përdornin ndihmën pyet publikun, përgjigja më e votuar ishte e sakta në 91% të rasteve. Po, e dëgjuat mirë, 91%. Një turma jo ekspertësh ja kalonte pa diskutim individëve të zgjedhur me kujdes. Ky është ilustrimi i përsosur i urtësisë së turmave në veprim. Dhe kjo na sjell pikërisht te koncepti kyç të cilin Surowiecki e dokumentoi në librin e tij Urtësia e turmave. Ideja në thelb është kjo: një grup i madh individësh, kur gjykimet e tyre mblidhen bashk, mund të jetë më inteligjent se çdo ekspert i vetëm brenda atij grupi. Përmbledhja e gjykimeve të shumta individuale mund të çojë në një përgjigje jashtëzakonisht të saktë. Dhe keni parasysh, kjo nuk është thjesht një lojë televizive. Ky parim shfaqet vazhdimisht në botën reale, shpesh në mënyra që të lënë pa fjalë, duke zgjidhur probleme aq komplekse sa asnjë ekspert i vetëm nuk do t'ia dilte dot. Le t'i hedhim një sy disa shembujve konkret, se si kjo urtësi shfaqet në jetën e përditshme dhe në industri. Mendoni pak fuqinë e bashkëpunimit masiv. Një kompani minerale, pasi nuk po gjendet dot ar, sfidoi botën duke publikuar të gjitha të dhënat e saj gjeologjike. Dhe çfarë ndodhi? Një turm globale gjeti ar aty ku ekspertët e kompanisë kishin dështuar. Po Wikipedia, e ndërtuar nga mijëra vullnetar, arrin të rivalizojë e ndoshta edhe të kalojë saktësinë e enciklopedive tradicionale. Madje edhe agjencitë qeveritare tani përdorin platforma të ngjashme për të mbledhur inteligjencë nga burime të pafundme. Kjo, pra, është fuqia e mendjes kolektive. Po mirë, këtu gjërat bëhen pak interesante. Nëse turmat e mëdhaja anonime mund të jenë kaq të mençura, pse atëherë mbledhjet tona në punë ndihen shpesh si një humbje kohe, kaq frustruese dhe jo efektive? Ky është paradoksi që qëndron në zemër të problemit, hendeku i madh midis potencialit dhe realitetit. Dhe kjo na sjell te pyetja thelbësore: pse ekziston ky hendek kaq i madh midis asaj që një grup mund të arrijë dhe realitetit shpesh zgënjyes? Përgjigjja nuk është se njerëzit nuk janë të aftë, por se diçka në vetë procesin e bashkëpunimit i bën ata si grup më pak të zgjuar. Studiuesit kanë një emër për këtë: humbje procesi. Kjo ndodh kur grupi në vend që të krijojë sinergji, në fakt performon më keq se sa do të performonte antari i tyre më i mirë po të ishte vetëm. Është tamam si një kovë që pikon, idetë më të mira dhe perspektivat më të vlefshme thjesht humbasin rrugës. Atëherë, çfarë bën një turm të mençur dhe një tjetër jo? Sipas Surowiectit, urtësia nuk ndodh rastësisht. Duhet të plotësohen disa kushte shumë specifike, tamam si një recetë me 4 përbërës thelbësor. Nëse mungon qoftë edhe njëri, rezultati mund të jetë katastrofë. Ja cilet janë. Së pari, diversiteti i opinionit. Ke nevojë për këndvështrime të ndryshme. Së dyti, decentralizimi. Njerëzit duhet të jenë në gjendje të përdorin njohuritë e tyre lokale. Së treti, mekanizmi i agregimit. Duhet një mënyrë e thjeshtë për t'i mbledhur gjykimet, si votimi tek milioneri, dhe i fundit, ndoshta më i rëndësishmi dhe më i vështirë nga të gjithë, pavarësia. Gjykimet e njerëzve nuk duhet të ndikohen nga ata përreth tyre. Dhe pikërisht këtu qëndron problemi. Shikoni pak kontrastin. Turmat e mençura, si ato të Surowieckit, nuk i ngjajnë fare ekipeve tona të punës. Në ekipet reale, ne nuk jemi të pavarur, jemi të ndërvarur. Ne përballemi me presione sociale për të përshtatur me grupin. Kemi hierarki dhe status që ndikojnë se kush flet dhe kush dëgjohet. Pikërisht këto dinamika e shkatrojnë pavarësinë. Kur këto kushte thyen, sidomos ai i pavarësisë, urtësia e turmës kthehet shumë shpejt në marrëzi. Humbjet e procesit fillojnë të shfaqen dhe vendimet e grupit mund të bëhen jo vetëm të gabuara, por edhe katastrofike. Le të shohim se si ndodh kjo konkretisht. Ja disa nga humbjet më tipike të procesit. Njerëzit thjesht heshtin nga frika se mos duken ndryshe nga grupi. 1 ose 2 persona me status më të lartë e monopolizojnë të gjithë bisedën.
Dhe ndoshta më e rrezikshmja nga gjitha, informacioni jetik nuk arrin kurrë te njerëzit që marrin vendimet. Le të marrim një shembull drithrues për këtë të fundit. Jemi në vitin 1970, gjatë administratës së Nixonit. SBA-ja planifikoi një mision tepër të guximshëm për të shpëtuar robërit amerikan të luftës nga një kamp në Vietnamin e Veriut i quajtur Son Tay. Ishte një operacion me rrezikshmëri të lartë, i bazuar në të dhëna specifike të inteligjencës. Shikoni pak se si ndodhi ky gështim. Plani u miratua bazuar në inteligjencën e verës, por gjatë vjeshtës, në nivelet më të ulta të hierarkisë u shfaq një e vërtet alarmante. Kampi ishte bosh. Por, dhe ky është një por i madh, ky informacion jetik ngeci diku nëpër zyra dhe nuk ju përcollkuar presidentit Nixon. Këshilltarët e tij e filtruan ndoshta nga frika se mos e mërzisnin ose sepse kishin investuar tashmë shumë në këtë plan. Misioni u krye. Ushtarët e kryen detyrën në mënyrë perfekte, rrezikuan jetën, por kur arritën atje, ai ishte bosh. Të burgosurit ishin zhvendosur muaj më parë. Ishte një dështim kolosal dhe një turprim kombëtar, i shkaktuar tërësisht nga filtrimi i informacionit, një humbje katastrofike e procesit. Pra, ç'të bëjmë? Nëse këto probleme janë kaq të zakonshme në mënyrën se si funksionojnë ekipet, a jemi të dënuar të dështojmë? Jo domosdoshmërisht. Përgjigjja nuk është të heqim dorë nga ekipet, por të jemi më të zgjuar kur i ndërtojmë ato. Gjithçka ka të bëjë me projektimin e proceseve tona për të nxitur urtësinë, jo për ta mbytur atë. Ky citim nga studiosi i famshëm i ekipeve Richard Hackman e thot më së miri: nuk mjafton thjesht të mbledhesh njerëz të zgjuar në një dhomë dhe të shpresosh për më të mirën. Detyra e vërtetë e një lideri është të ndërtojë në mënyrë aktive kushtet për sukses, kushte që mbrojnë pavarësinë e mendimit, inkurajojnë diversitetin dhe sigurojnë që çdo zë të dëgjohet. Dhe kjo na lë me një pyetje të fundit për të gjithë ne. Duke pranuar se shumica e ekipeve, nëse lihen pas dore, janë të ndërtuara për të dështuar, si mund ta ndryshojmë qasjen tonë? Në mbledhjen e ardhshme, në projektin e radhës, si mund të fillojmë të projektojmë gjëra të ndryshe për të shfrytzuar vërtet atë inteligjencë kolektive që e dimë se ekziston? Kjo është sfida e vërtetë.